Shumë njerëz e kujtojnë Allahun subhanahu wa taala vetëm kur janë në gjendje vështirësie, janë të sëmurë, të trishtuar apo kanë humbje. Por sa po atyre ju vjen lehtësimi e harrojnë ato që u Allah. Allahu në Kur'an e përshkruan këtë gjendje shumë bukur. Thot Allahu në Kur'an, kur njeriu e godet e keqja, ai na lutet neve, qoftë duke qenë i shtrirë, ulur apo në këmbë. Por kur ne ja largojmë të keqen atina, ai sillet sikurse s'na është lutur fare më parë. Kjo është një smundje shpirtërore e që prek edhe shumë zemra sot. Allahu na thotë të mos jemi të tillë, që e kujtojmë vetëm kur kemi nevojë, por të jemi robër që e falenderojmë edhe në mirësi edhe në vështirësi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kujtoj Allahun subhanahu wa taala në kohët e rahatijës, që ai të njohë ty, të ndihmoj ty në kohët e vështira. Kjo do të thotë se nëse jemi njohës në ditët e mira, Allahu nuk do të harrojë ty edhe në ditët e këqija. Ibn Kaimi Allahu më mëshiroft ka thënë se shenjë e zemrës së gjallë është që ajo e përmend Allahun në çdo gjendje, ndërsa zemra që e harron Allahun e ka harruar edhe qetësinë. Pra nëse do lumturi të vërtet, përmende atë, falenderoj atë dhe lutu çdo ditë edhe kur çdo gjë shkon mirë. Mos pret që jeta të godas për t'u afruar te Allahu. Afrohu tani në begati. Kur e kujton Allahun në gëzim, ai do të kujtojë juve në vështirësi. Kur e falenderon Allahun për të mirat, ai do t'i shton ato. Sepse tha Allahu në Kur'an, la in shakartum la azidannakum, ai nëse ju më falenderoni mua, unë do t'ju ashtoj juve.